Në vijim mund duhet ju drejtoj disa pyetje si ish kreu i Shishit, që përbën edhe kureshtje për publikun, çka më tepër kur bëhet fjalë për gjyqtar dhe funksionar të sistemit gjyqësor, zoti Ajazi, cili është roli që ka shërbimi informativ shtetëror në garantimin e sigurisë kombëtare, kur bëhet fjalë për këto hallka që unë përmenda? Së pare nuk besoj që hynë, domthonë sigurimi fizik i institucionit drejtësisë nuk është pjesë e po një koordinimi, bashkëpunimi. Por jo, nuk është pjesë e këtij, por si institucion sigurisë kombëtare. Shërbimi informativ ka për detyrë që të mbledh informacion për mundësi të sabotimeve, për mundësi të ngjarjeve të jashtëzakonshme si për këtyre, por edhe herë tjetër këto janë gjëra në nivel më të lartë se sa në nivelin që po flasim tani. Po, në cilat e raste, për shembull Shishi do të bashkëpunonte me Policinë e Shtetit, me Ministrinë e Brendshme, me KLG-n. Atëherë, në qoftë se Shishi merr një informacion ose ka një indicie, por në para Shishi e ndan me institucionet të cilët kanë në vërsi e institucionet përkatëse. Në rastin konkret, unë nuk e di saktësisht të tash gjykatat kanë lidhje institucionale me Ministrinë e Drejtësisë apo janë të veçanta në llojin e vet. Le të supozojmë që janë të veçanta në llojin e vet. Atëherë do shkohet direkt me shefin e sigurisë të institucionit përkatës, drejtori i shërbimit dërgon një person për këtë punë, pra person përgjegjës i cili shkon e flet me kontrpartin e tij me kolegun e tij në institucionin e drejtësisë për shembull në rastin e dhe thotë që kemi këto indicie që mund të ketë një rast të tillë, një atentat, një gjë të natyre, prandaj ndodh. Unë mund t'ju jap një shembull nëse doni ta ilustroj këtë. Patjetër. Disa vite më parë nga një shërbim partner u informova që ishte në fund javë, në një fund javë mund të bëshe sulm ndaj një institucioni shtetëror. Tek ne? Po, tek ne, nga jashtë. Dhe kam shkuar në orën 11 natës tek zyra e kryeministit, kam kërkuar kryeministin të plas me të. Nuk ishte kryeministi. Mund ta themi për çfarë rasti bëhet fjalë? Nuk ka rëndësi. Okej, viti të Kam shkuar i kam thënë atij që ishte kryeministi në detyrë, sepse kryeministi është shtetit, dhe i thash që kështu është puna. Tha, që më bëjmë? Puna parë mbledhni, keni komitet grup të sigurisë kombëtare, po tha. Pra shkohet direkt te kryeministri. Unë shkohet direkt te kryeministri, po. Shkohet te kryeministri, tha shiko, ishte rrezik kombëtar, ishte bëshë fjalë për të sulmuar një institucion i shtetit. Me kupton? Për akte terroriste në mos gaboj, ka qenë. Pra terrorist. Dhe atëherë shkova i thash, atëherë të nesëm në mblodh gjithë ai Këshilli i Sigurisë përcakton detyrat. S'ndodh asgjë. Kjo ishte detyra ime. Unë duhet ta bëja me dije. U morën gjithë masat, padyshim. Kështu funksionon normalisht.